është sponsorizuar në mënyrë bujare, në mënyrë shumë bujare, nga ambasada e Konfederatës së Zvicrës, e cila ka qenë interesuar për kontributin më të madh në këtë reformë, duke ditur rëndësinë që ka kjo për qytetarët shqiptar. Së dyti, kjo reformë, Gjon, në qoftë se lexoni raportin e muajit tetor, jo të vitit kaluar, jo ma të këtij viti, po të tetorit të vitit kaluar, të Komisionit Evropian për Shqipërinë, reforma territoriale dhe reforma elektorale me pjesëmarrje të gjerë, pra opozit, janë përcaktuara si kushte themelore për integrimin e Shqipërisë, për integrimin e mëtejshëm të Shqipërisë. Së treti, në këtë kuadër, në këtë kontekst, Komisioni dhe të dy bashkëkryetarët miratuan me konsensus një agjendë, e cila fazën e parë e kishte konsultime në të gjitha qarqet e vendit me qytetarët dhe grupet e interesit. Dhe këto konsultime vazhduan në shumicën e qyteteve të vendit. Në këto konsultime, qytetarët, pavarësisht nga përkatësia partijake, sulmuan ashpër reformën e Edi Ramës dhe deklaruan se ajo nuk ishte në funksion të interesave të qytetarëve, por në funksion të interesave elektorale të Edi Ramës. Kështu që pikërisht në kohën kur duhet të paraqiteshin ndërmjetësit e huaj, përfaqësuesit e Kongresit të autoriteteve lokale dhe rajonale, për dhënë mendimin e tyre, për të vlerësuar draftet, projektet e përgatitura nga ne dhe nga Partia Socialiste, të cilët janë shumë të ndryshme, Edi Rama u tërhoq në mënyrë të njëanshme. Tani, të thëmë të vërtetën, Gjon, për të marrë pjesë në këtë reformë, ne kemi pas kërkesat pafundme nga demokratët, mbështetësit dhe qytetarët tanë të të rrethave të ndryshme, të komuniteteve të ndryshme, që ju duhet jeni aty dhe jo të me mungesën tuaj të lejoni që Partia Socialiste të bëjë çdo gjë. Unë isha i bindur se Edi Rama do bënte çdo gjë si çdon, por ne bën punën më serioze për një reformë të vërtet territoriale. Albi Topi, doktor të përshëndes, një miku im ka një hotel të vogël në zonën e plazhit. Vuan për punëtor, pasi rinia